Procedura është sebebi, justifikimi për qëndrimin që mbajtën, që nuk votuan marrëveshjen ushtarake me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ata që janë në parlament brenda në fakt kanë një lidhje organike me ata që protestojnë jashtë dhe nuk habiten për qëndrimet që mbajnë, sepse ajo protest në thelb është anti-Trump dhe anti-shqiptare, që të thotë anti-Shtetet Bashkuara dhe kundër interesave të Shqipërisë. Edhe qëndrimi që u mbajt në parlament është kundër Shteteve të Bashkuara dhe kundër interesave të Shqipërisë. Opozita do të duhet të ishte e para që të ngrihej dhe të kërkonte që kjo marrëveshje të miratohet një orë përpara. Nuk ka asgjë të jashtëzakonshme në procedurë. Fillimisht u tha që po shkelet kushtetuta. Cilin e një kushtetutës po shkelet? A mund ta elaborojnë një çik më shumë përfaqësuesit e opozitës? Më pas u tha që shkelet statusi i deputetit, e drejta atyre për të marrë informacion. Askush nuk po i pengon për të marrë informacion. Këto marrëveshje janë sekret. Vetë marrëveshja që është paraqitur në parlament ka shumë pak dhëna. Masën e kredisë që na kanë dhënë Shtetet e Bashkuara, kohën kur do të fillojë, që është deri në 4 vjet nga dita e miratimit, kohën e shlyerjes kredisë 12 vjet, së bashku me kushtet financiare dhe 1 vit grace period, dhe pastaj të gjitha të dhënat e tjera për materialet që do të importohen nga Shtetet e Bashkuara janë super sekret. Edhe vendet e NATO-s, njëri me tjetrin, nuk dinë çfarë importohen nga Shtetet e Bashkuara ky vend apo ai vend tjetër. Kjo është prerogativë midis Shqipërisë dhe Shtetet e Bashkuara, apo midis 2 ministrive të mbrojtjeve. Kështu që qëndrimi i opozitës në këtë rast më duket tërësisht alogjik. Pasi marrëveshje të tilla me procedurë të përshpejtuar janë miratuar edhe më parë në këtë qeverisje, por edhe në kohën e qeverisjes së Partisë Demokratike. U thye rregulloria, profesor Spau? S'më duket që është thyer ndonjë rregullore. Është miratuar procedura e përshpejtuar për miratimin e këtij projekt ligji. Po edhe procedura e përshpejtuar ka disa afate dhe kushte kohore, apo jo? Ndërkohë që sot u depozitua, sot u votua. Po duash të kapesh, gjen sa të duash. Por kjo marrëveshje është bërë me insistimin e Shtetet Bashkuara për t'i dhënë dorë Shqipërisë që të plotësoj 2% e shpenzimeve për mbrojtje në PVB. Dhe së dyti, pak të marrëveshje që duhet miratohej brenda kësaj periudhe dhe dihej që kjo marrëveshje do të vinte ditë në hënë në kuvend, nuk ka samit NATO-s në 2027 në Shqipëri. Dhe